Prokuroria Speciale ka përgatitur një dosje të trashë për Bedri Shabanin dhe Muharrem Qerimin. Ata po akuzohen për spionimin e informacioneve të ndjeshme të Shtetit të Kosovës ndaj Agjencisë së Inteligjencës së Serbisë të njohur si BIA. Në akuzat që rëndojnë ndaj Shabanit dhe Qerimit përmenden edhe ndihma përmes spionazhit që të krijohet një narrative rreme për ndërlidhjen e Spitalit Ushtarak të UÇK-s të monopolit të shtimes me të ashtu quajturën Shtëpia e Verë në Burrel të Shqipërisë, mbi bazën e së cilës ishte ndërtuar edhe raporti i Dikmartit. Çka akuzohet Bedri Shabani? Bedri Shabani dyshohet se mbledhte informacione në terren për pjesën e luftës së UÇK-s, e prorët e saj dhe të njëjtat ja transmetonte zyrtarit të BIA-s Srdjan Roshić. Ato i bënte përmes komunikimeve me telefon dhe takimeve fizike që i zhvillonte në territorin e Serbisë. Shabani informonte Roshić për një libër të quajtur Përferiza nga fillimi i mjekësisë që ka të bëjë me periudhën e luftës së UÇK-s së vitit 1998-1999. Më konkretisht, rreth spitalit të improvizuar të UÇK-s në fshatin Mollopolc të Shtimes. Shabani, sipas transkriptave të nxjerra nga bisedën me Roshić nga ana e AKI-s, kërkon që informacionet t'i marrë nga libri në fjalë dhe t'u dërgohen ndërkombëtarëve. Në një pjesë të aktakuzës përmendet edhe libri Shëndetësia e Ferizajt me rrethinë në shekullin 20, ku thuhet se ka ekzistuar një spital i improvizuar ushtarak për kryerjen e shërbimeve mjekësore. Shabani këtë pjesë të librit e dërgon tek strukturat e BIA-s, duke tentuar që në mënyrë figurative të bëjë një lidhje me rastin medikus dhe me të ashtu quajturën Shtëpia e Verdh. Nga bisedat që Shabani zhvillon me Roshić dhe Bogljolip Janićević, konfirmohet se ai insiston që librin për Spitalin Ushtarak të UÇK-s të improvizuar në Monopol ta përdorin si dëshmi. Madje në një bisedë telefonike ju thot se ju ende nuk e dini çfarë libri keni pranuar dhe çfarë vlere ka. Përgjatë mbastisjes, policia i ka gjetur Bedri Shabanit edhe një letër drejtuar kryeprokurores së zyrës së prokurorit të specializuar në Hagë. Shabani përmes kësaj letre shpreh gatishmëri të dëshmojë në rastin kundër ish-krerëve të UÇK-s. Të jem dëshmitar i saj dhe jo dëshmitar i rrem, e i manipuluar nga ish-kryeprokurori Jack Smith. Kërkojmë drejtësi dhe shpresojmë se ju dhe prokurorët dhe hetuesit që drejtoni do të nxjerrni të gjithë kriminalet para drejtësisë, urdhërdhënësit, vrasësit dhe ata që ndihmuan dhe fshehën krimet. Ju keni mbështetjen tonë dhe jemi të gatshëm të ofrojmë dëshmi dhe fakte të reja për ta zbardhur të vërtetën. Bedri Shabani, ish agent sekret i ushtrisë lirimtare të Kosovës, i infiltruar në institucionet më të larta të Jugosllavisë. Në një shkrim tjetër, Bedri Shabani i drejtohet edhe një herë West, duke i kërkuar që të hetohet spitali improvizuar ushtarak i UÇK-s në Mollopolc të Shtimes. Për çka akuzohet Muharrem Qerimi? Qerimi, njësoj sikurse Shabani, akuzohet se ka komunikuar në vazhdimsi me Srdjan Roshić përmes telefonit dhe aranzhimit të takimeve në territorin e Serbisë. Në një nga takimet, në bazë të një raporti zyrtar policor, më tan pikës kufitare të dheu të bardh, Qerimi është parë duke hyrë në një vetur që i përkiste shërbimit inteligjent të BIA-s. Prokuroria Speciale në dosjen e tyre thot se Qerimi ka të punësuar një numër të familjarëve në institucione të drejtësisë dhe administratës publike. Pastaj ka kontakte të vazhdueshme me zyrtar policor dhe ata të AKI-s. Përmes tyre ka rrezikuar rendin juridik dhe të sigurisë në Kosovë nga informacione që ka siguruar dhe i ka transmetuar tek shërbimi serb BIA. Policia dhe prokuroria kanë vërejtur se Muharremi ka shoqëri të madhe edhe me Slavisha Stanković, i cili dyshohet se që nga vitin 1999 deri në vitin 2013 ka qenë pjesëtar i MUP-it serb. Me të Qerimi ka biseduar me telefon për rreth 100 herë, si dhe e kanë kaluar kufirin për në Serbi bashk.
Muharremi mbante shënime dhe informacione për grupe kriminale, e policia konkretisht jepte informacione për luftën e UÇK-s, veprat kriminale në Kosovë, emrat dhe mbiemrat e prorëve të UÇK-s, të policisë së Kosovës, të inspektoratit policor të Kosovës, si dhe të përgosurve në Kosovë, emrat të njohur për vepra penale. Qërimi përmes aktivitetit të tij po ashtu ka mbledhur dhe ka siguruar informacione brenda policisë së Kosovës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme. Po ashtu edhe ka përmendur emrat të zyrtarëve të lartë të AKI-s, politikan dhe zyrtar të shërbimit informativ të Shqipërisë, duke i cituar me emër dhe mbiemër. Nga ekzaminimi i telefonit, i është vërejtur se i akuzuari për spionazh ka pasur kontakte me shumë zyrtarë të policisë, AKI-s e të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndonë se nuk dihet nëse Roshiq apo Bia bënte ndonjë lloj kompenzimi monetar për Muharrem Qerimin, këta të parët i kryenin punë këtij të fundit. Prokuroria ka marrë vesh se Roshiq i rregullonte dokumentacione të servisë të afërmve të Muharrem Qerimit. Lidhur me këtë, Muharrem Qerimi para policisë dhe prokurorisë së shtetit thotë se Roshiqin e njeh që nga fëmijëria. Ai thotë se së fundmi i kishte ndihmuar me mjete financiare, duke ia sjellë Qerimit 1500 euro dhe duke i sjellë veshmbathje. Bedri Shabani ka punuar si zyrtar doganor deri më 2004, ku ishte larguar me arsyetimin se kishte dhënë një deklaratë të paautorizuar për një televizion francez. Ndërkaq Muharrem Qerimi në të kaluarën ishte policjetues në Ferizaj në sektorin e krimit të organizuar nga 2004 deri më 2006, që të dy tashmë ndodhen në paraburgim. Së fundmi është mbajtur një seancë gjyqësore për fajësimin e tyre. Vetëm